Luiza Eli, këngëtare i dashur për publikun shqiptar, për mbi së 2 vjetësh i është rikthyer fuqishëm skenës, me një agjend të ngjeshur koncertesh brenda dhe jashtë vendit. Gjithashtu, ai ka sjellë dhe projekte të reja muzikore që janë pritur mjaft mirë nga publiku, duke dëshmuar edhe një herë se është ndër artistët më të pëlqyer të momentit. Por, përveç skenës, Luizi nuk nguron t'i argëtojë ndjekësit e tij edhe me përditshmërinë, ku shpesh ndan momente gazmore nga jeta në familje me Kiarën dhe vajzën e tyre, Luna Marin. Së fundmi, në një video të postuar në profilin e tij, Luizi shfaqet në një skeç humoristik ku me tone të ngritura i bërtet Kiarës. Teksa ecën drejt saj me seriozitet të shtirur, në sfond shihet edhe Luna e vogël, e cila e shikon me habi. Kjo shtëpi ka burra. Dhe kur unë të them të dua të dal, unë dal kur të më doje qefi mua. Në 2 të natës, në 3 të natës. Detyra jote është vetëm të më thuash se çfarë teshash dëshiron që të çoje me ti hekurës. Kështu i tha grua saj për zotin, dëgjohet të thot Luizi me tone teatrale. Ndërkohë Kiara e shikon e habitur, por e kupton menjëherë që është pjesë e humorit. Ai vazhdoni qet drejt lavamanit dhe e pyet, tani këto enet ati laj unë apo ka dhe të tjera? Kiara i përgjigjet me buzëqeshje, vërit e banaku. Kjo nuk është hera e parë që Luizi surprizon me video të tilla plot humor, ku përfshin edhe partneren e tij, Kiarën, dhe vajzën e tyre të vogël, Luna Marin. Publiku i ndjek me kënaqësi jo vetëm për artin dhe skenën, por edhe për mënyrën si ndajnë copëzat e jetës së tyre familjare. Kiara Tito dhe Luizi Eli janë shndërruar në një ndër çiftet më të dashur për publikun shqiptar. Jeta e tyre është një përzierje e harmonisë, dashurisë dhe humorit të pastër familjar. Që nga Big Brother e deri më sot, ata kanë treguar se janë jo vetëm bashkëshortë të përkushtuar, por edhe prindër të mrekullueshëm që rrisin një vajzë të ëmbël në një mjedis të ngrohtë dhe plot dashuri. Publiku i adhuron për sinqeritetin dhe pozitivitetin që përcjellin. Në çdo postim, ndjekësit ndjen më afër tyre, sepse kjo familje nuk ka nevojë për filtra, ata janë thjesht vetvetja, dhe ndoshta kjo është ajo që i bën kaq të veçantë. Në vazhdim ndiqni videon. Kjo shtëpi ka burra. Ka burra dhe kur unë tham ty, du me dal kur doj qefi mund, 2 natës, 3 natës, detyra jote, është vetëm me më dhanë çfarë tesha është dënë, që mu që me hekuros, e kupton? Ishtu i tha gëmse, i pasha zote, nuk e lidë me thonë se si i tha. Të shkëtojnë të ati loj edhe tjera, edhe gotat apo vetëm men? Laj gjithë banaku. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!